5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, ODIHR publikoi raportin përfundimtar për procesin e 11 maj. Dokumenti prej 46 faqesh ruan konstatimet që vëzhguesit bën publike edhe një ditë pasi përfundoi procesi i votimit, duke theksuar se zgjedhjet parlamentare ishin konkurruese. Administrata zgjedhore menaxhoi procesin në mënyrë gjithëpërfshirëse e transparente, e votimi jashtëvendit u menaxhua mirë. Zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale, por u mbajtën në një mjedis të jetë polarizuar, ku garuesit nuk gëzuan mundësi të barabarta. Mungesa e mundësive të barabarta në zgjedhje është kritika më e fortë e vëzhguesve të ODIHR. Ata përmendin një sër vendimesh të qeverisë Rama, të cilat edhe pse formalisht ishin në përputhje me ligjin, patën efekt te një grup i caktuar votuesish gjatë fushatës zgjedhore, duke përmendur nga bonusi i pensionistëve tek falja e gjobave. ODIHR gjithashtu përmend aktivitete si Giro d'Italia apo përurimi i aeroportit të Vlorës, të cilat sipas vëzhguesve u shfrytzuan në favor të imazhit të partisë në pushtet. Fusha e garës ishte pa barabartë, me partinë në pushtet që përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve shtetërore dhe ndikimit institucional, duke zbehur kufirin ndërmjet shtetit dhe partisë. Pati pretendime për presion ndaj në punësve të administratës publike, për raste intimidimi të mbështetësve të opozitës, si dhe keq përdorim të rrjeteve të patronazhistëve, çka bie ndesh me standardet ndërkombëtare. Çështje të tjera shqetësuese përfshin në raportimet për shitblerje votash, si dhe pretendime për ndikim të elementeve kriminal në zgjedhje në disa zona të vendit. Në fund të raportit, ODIHR ka vendosur 25 rekomandime për Parlamentin e Shqipërisë në mënyrë që zgjedhjet të arrijnë standarde më të larta. Ajo që bie në sy është se rekomandimet prioritare lidhen me depolitizimin e administratës zgjedhore, trajnimin e numëruesve dhe edukimin e zgjedhësve për votimin elektronik. Për të garantuar stabilitetin e administratës zgjedhore, duhet të shqyrtohet depolitizimi i procedurës së emërimit të administratës zgjedhore në nivelet më të ulta, si dhe kufizimi i zëvendësimeve arbitrare apo në momentet e fundit të antarëve të komisioneve, me qëllim sigurimin e trajnimit të duhur edhe në kohë për të gjithë antarët. Rekomandimi 5, 6 dhe 7 kërkon marrjen e masave kundër përdorimit burimeve shtetërore nga partia në pushtet në funksion të zgjedhjeve. Por ajo që bie në sy në këtë raport është se nuk ka më rekomandim për të luftuar shitblerjen e votës, i cili ka qenë tek 3 rekomandimet e para në zgjedhjet e vitit 2017, në zgjedhjet e vitit 2021 dhe në zgjedhjet për pushtetin vendor të vitit 2023.